Mirëmbrëma të gjithëve. Dua t'ju informoj që po bëhet nami duke vjedhur akauntet WhatsApp. Çfarë po ndodh? Ndoshta dikush ka ju e di, por unë dua t'ju informoj sepse të jesh i informuar je në avantazh dhe shumë prej nesh ndoshta nuk e din. Po lexoja sepse një shoku ynë i vodhën akauntin WhatsApp. Si ndodhi? Te tani po ja u tregoj. Vjen një mesazh dhe ai ishte i bindur që ky mesazhi vinte nga WhatsApp, sepse po ta shikoni, edhe logoja, edhe linku duket sikur është nga WhatsAppi, por bëni kujdes, sepse po të shkoni aty ku ka atë logon dhe nëse se nuk ka një numër telefoni, është i WhatsAppit. Por nëse se ka numër telefoni, atje që duket tamam sikur është WhatsAppi, sikur ua ka dërguar WhatsAppi që të bëni azhornament, apo dikush u ka dërguar një mesazh, pra duhet të bëni kujdes. Janë dy metoda që ju vjedhin. Një që vjen nëpërmjet një shoku tuaj, gjoja ka ndëruar numrin e telefonit, ose ju vjen një mesazh me një link, mos klikoni në një link apo në një numër telefoni që nuk njihni. Apo ndoshta edhe që ta njihni, do bëni shumë kujdes, sepse nga momenti që ju klikoni dhe vini një shifror apo një diçka, ata do t'ju marrin numrin, pra akauntin e telefonit, e WhatsAppit. Dhe çfarë ndodh? Përveç se futen në telefonin tënd, mund t'i dërgojnë, jo mund, po i dërgojnë, që të gjithë miqve numrat që kanë në WhatsApp, që të gjithëve. Dhe aty do ketë edhe viktimat të tjera, sepse u vjedhin edhe të tjerve të njëjtën gjë. Pra, do bëni kujdes, për të mirën tuaj e them, me dy gjëra. E para, nëse dikush u dërgon një link që thot kliko aty tek ai linku, apo një shoku juaj, apo ndoshta dhe WhatsAppi, është mirë që ta kontrolloni, nëse dërgon dhe WhatsAppi, siç u thash, sepse kur është pa numër, është WhatsAppi, kur është me numër, është një haker dhe do bëni kujdes. Tjetra është që përveç se ju vjedhin juve, siç u thash, numrin e telefonave të shokëve dhe miqve, por do t'ju vjedhin dhe juve personalisht, sepse mund të futen në të gjitha ato kodet që ju keni ruajtur në WhatsApp, të gjitha kodet, sepse futen, kërkojnë në të gjitha chatet që keni ju, në mënyrë automatike dhe fillojnë dhe gërmojnë në telefonin tënd për të gjetur një mënyrë që të mund të vjedhin. Po e them sepse në posta, të paktën këtu, te policia postale, ka me mira njerëz që kanë humbur pra akauntin WhatsApp. Dhe po ndodh gjithandej, ndoshta nga azhornimet që po bën WhatsAppi kohët e fundit, nuk i dihet se si, por ka një dyndje të madhe kohët e fundit dhe është mirë që të bëni kujdes. Tjetra është që është edhe thjesht ndonjëherë me një fjalë që ta rikthejnë. Kur ti s'ke asgjë, është mirë me një fjalë që ka disa mënyra për ta rimar akauntin, nëse dikujt nga i ka ndodhur një gjë e tillë, lini komentin këtu, sepse ka disa mënyra për ta rimar. Nuk po e lë këtu me video, sepse këtë videon e ka përgatitur thjesht një nga çunat për të më dërguar që të bëja një video të thjesht kështu për t'ju informuar. Pastaj, kush ka probleme të tjera, është mirë me fjalë që të konsultohemi me ekspert, ose lini komentin këtu që të mund të ketë interakcion me shokëve dhe miqve dhe të dërgojnë ndoshta dhe ne disa mënyra se si mund të rimerrni akauntin. Por bëni kujdes sepse siç ju thash, mund t'ju vjedhin jo vetëm të dhënat e telefonit tuaj, por pafund do shkojnë dhe të gërmojnë edhe nëpër shokët miq tuaj, e ndoshta edhe nëpër email-et tuaja, sepse dikush edhe e ruan kodin e emailit nëpërmjet WhatsAppit apo shpërndajnë, sepse ne duke menduar që WhatsAppi nuk e lexon askush, themi që se WhatsAppin vetëm unë e kam. Por ka dhe mënyra të tjera që ata i marrin, kështu që duhet bëni kujdes. Tjetra është që është një mënyrë për ta bllokuar, të futeni tek, pra për të bllokuar që mos t'ja u marrin akauntin WhatsApp, futeni tek impostacioni, dhe kur futeni tek impostacioni, shkoni tek akaunti, klikoni kontrollin me 2 faktor. Dhe aty vini një shifër që është me 4 apo 6 numra, varet nga zona ku i gjendeni, dhe vë një numër. Pra, nëse bëhet kjo, të aktivizohet një numër, një kod, me një fjalë fshehtë, që e dini vetëm ju, ata kur nuk mund t'ja u vjedhin. Por këtë e bën vetëm një ekspert. Kështu që doja t'ju informoja, kush ka probleme, le të shkruaj këtu dhe shpërndajeni, ju lutem, sepse ka shumë nga ne që rrin gjithë ditën në telefon dhe disa prej nesh ndoshta mund të kenë probleme me WhatsAppin. Pres komentet tuaja. Natën e mirë.